Të nderuar shikues, përshëndetje, do jemi së bashku në edicionin informativ këtu në ekranin e kanalit 7, ku ndër të tjera do të ndiqni. Opozita zhvillon protestën kombëtare në bulevardin Dëshmorët e Kombit. Berisha kërkon largimin e kryeministrit dhe krijimin e një qeverie teknike. Gjykata e apelit lë në burg grupin kriminal të rajave, 8 antarët e tij akuzohen për trafik droge. Në një vit hodhën në treg 2.4 ton kokainë e kanabis. Ministri i Bujqësisë zhvillon takime me fermerët në Shkodër, premton më shumë mbështetje për sektorin duke ju afruar standardeve të BE-s. Jemi gjërësisht me zhvillimet kryesore të ditës së sotme. Opozita zhvilloi protestën përpara kryeministrisë, ku nuk munguan as sulmet me molotov dhe mjete piroteknike të godinës dhe efektivëve të policisë. Në fjalën e tij, kreu i Partisë Demokratike Berisha deklaroi se opozita është në kilometrin e fundit dhe do të luftojë deri në krijimin e qeverisë teknike. Pas fjalës së Berishës, drejt kryeministrisë u hodhën breshëri molotovësh. Policia shpërndau me gaz lotësjellës protestuesit, të cilët u zhvendosën drejt godinës së parlamentit, ku ka vijuar përplasja mes protestuesve dhe policisë. Militantët e Partisë Demokratike qelluan me gur, pllaka trotuari dhe molotov në drejtim të policisë, ndërkohë që uniformat blu u kundërpërgjigjon me gaz lotësjellës. Antarët e grupit kriminal të rajave janë lënë në burg nga gjykata e apelit. Ata akuzohen nga SPAK për trafik ndërkombëtar të lëndave narkotike. Brenda një kohe të shkurtër, sipas prokurorisë, organizata hodhi në treg të paktën 2.4 ton kokainë dhe kanabis. Apeli posaçëm ka fundosur grupin kriminal të rajave, i akuzuar për trafik ndërkombëtar të drogës. Togat e zeza kanë lënë në fuqi masën e sigurisë arrest me burg për 8 antarët e organizatës, në mesin e tyre dhe Recep Raja, djali i ish deputetit të Partisë Socialiste, Rahman Raja. Sipas prokurorisë së posaçme, grupi Raja së bashku me 2 grupe të tjera kanë trafikuar drogë nga Shqipëria drejt Malit të Zi me destinacion final Gjermaninë, nga Shqipëria drejt Turqisë, si dhe nga vendet e Amerikës së Jugut drejt vendeve të BE-s. Në dosjen voluminoze të prokurorisë janë dokumentuar të paktën 3 episode trafiku nga vitet 2020-2021, që arrin deri në 2.4 ton kanabis dhe kokainë. Rasti i parë në dosi referohet më datë 3 nëntor 2020, gjatë të cilit autoritetet e Malit të Zi sekuestruan mbi 1700 kg bim narkotike marijuan, që ishte nisur nga Shqipëria me destinacion Gjermaninë. Episodi i dytë është shënuar më 23 nëntor, po të vitit 2020, ku sekuestruan në Holand 475 kg kokainë, që ishte dërguar nga Ekuadori në portin Vlissingen. Ndërsa episodi i tretë është shënuar në datë 26 janar 2021, ku në Turqi u sekuestruan 236 kg marijuan që ishte nisur nga Shqipëria. Operacioni u finalizua më 10 dhjetor 2025, ku SPAK goditi disa grupe kriminale. Në total u lëshuan 14 masa sigurie, 10 prej të cilave u ekzekutuan. Konkretisht, 7 u kapën, ndërsa 3 të tjerët ishin në qeli për akuzat të tjera. Ishin zbërthimet e aplikacioneve Sky ECC që ndihmuan SPAK në goditjen e këtij grupi kriminal. Ministri i Bujqësisë ishte në Shkodër ku zhvilloi takime me fermerët e zonës. Ai premtoi një rritje të mbështetjes në këtë sektor duke ju afruar edhe standardeve të kërkuara nga Bashkimi Evropian. Në vijim të turit të dëgjesave me fermerët, Ministri i Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural Andi Salla zhvilloi takime në qarkun Shkodër. Gjatë bisedave me fermerët, ministri theksoi rëndësinë e dialogut për të reflektuar mbi problematikat ekzistuese dhe për të ndërtuar një skemë më të drejtë dhe gjithëpërfshirëse. Vetëm në Shkodër janë subvencionuar 4400 fermerë, ndërsa parashikohet ulje të numrit të krerëve për të bërë përfitues, si dhe rritje pagesës. Jemi duke menduar për të krijuar SHBB-t, bashkimet e fermerëve që lidhen me një ekonomi tjetër. Duhet që ne të jemi
të bashkuar në ferma më të mëdha, në mënyrë që ne të përfitojmë nga fondet e tyre, por edhe të krijojmë një ekonomi të vendit më të madhe, duke qenë se bashkia do të futet në rol. Ministri nënvizoi se skema kombëtare 2026 do të bazohet në parimet e qarta dhe të barabarta për fermerët. Gjithë bashkë me bashkinë, me të gjithë garancinë sovrane që ka vënë qeveria shqiptare, prej 250 milion eurosh, garanci e cila ju mund të aplikoni për një kredi 2% interes dhe ne hym garant, bashkia hym garant, dhe secili për jush ngrej fermën dhe ngrej një tjetër nivel punën dhe biznesin e vetë. Turi i dëgjesave do të vijojë edhe në qarqe të tjera të vendit, me synimin që politikat mbështetëse të ndërtohen mbi kontributin e drejt për drejt të fermerëve dhe në përputhje me standardet e Bashkimit Evropian. Rreshtet të dendura dëbore kanë përfshirë gjatë natës dhe orëve të para të mëngjesit zonat malore të qarkut Shkodër. Situata paraqitet më problematike në akset Bokë-Qaftore-Theth, ku vijon puna e mjeteve për pastrimin dhe kriposin e rrugës, me qëllim mbajtjen e saj të kalueshme. Pika më shqetësuese mbetet qafa e Thores, në një lartësi rreth 1700 metër mbi nivelin e detit, ku temperaturat e ulta dhe era e fortë favorizojnë krijimin e ngricave dhe grumbujve të dëborës. Ndërkohë në akset Koplik-Bogë dhe Deda-Erazëm raportohen rreshje shiu të shoqëruara me rënje gurësh. Autoriteti rrugor shqiptar u bën apel drejtuesve të qarkullojnë vetëm me goma dimërore dhe zinxhir. Kapiteneria e portit detar të Vlorës ka pezulluar lundrimin për mjetet e vogla dhe mjetet e peshkimit deri ditën e hënë. Shkak është bërë era e fortë bregdetare, e cila shkakton brenda gjirit dallgë deri në 2.5 metër lartësi, ndërsa në det të hapur dallgë deri në 4 metër lartësi. Ndërkohë, sipas njoftimit të kapitenerisë, trageti i linjës me Brindisin do të vijojë lundrimet si zakonisht, ndërsa mjetet më të vogla do të mund të lundrojnë vetëm pas orës 6 të mëngjesit të ditës së hënë, kur pritet të përmirësohet situata. Prej 2 ditësh, një pjesë e mirë e juglindjes së vendit është përfshirë nga mjegulla e dendur. Ajo ka përfshirë akset kryesore nacionale si dhe rrugët që do të çojnë drejt fshatrave turistik të Dardhës dhe Voskopojës. Policia rrugore ka shtuar patrullimet në terren, ndërsa bën apel për drejtuesit e mjeteve të ulin shpejtësinë si dhe të shmangin parakalimet edhe në segmentet ku sinjalistika rrugore i lejon ato. Kjo për shkak të shikueshmërisë së kufizuar të shkaktuar nga dendësia e mjegullës. Zyrtarë të lartë vendor të Vlorës, ministra dhe politikanë nderuan këtë të shtunë figurën e Ismail Qemalit. Në 107 vjetorin e ndarjes nga jeta, ata vunë në dukje rolin e tij thelbësor në shpalljen e pavarësisë. Është përkujtuar këtë të shtunë 107 vjetori vdekjes së plagut të urtë të pavarësisë Ismail Qemali. Në vari monumental janë zhvilluar homazhe ku të pranishëm ishin drejtues të lartë vendor, ministra, politikan e zyrtar të tjerë. Ata vendosën kurora me lule në nderim të veprës së themeluesit të shtetit shqiptar. Është njeriu që nuk bashkoi vetëm mendjet, por bashkoi edhe zemrat shqiptare, edhe krijoi pavarësinë në një moment shumë të vështirë për Shqipërinë, dhe pa diskutim i dha emër edhe këtij qyteti, edhe është një thirrje gjithmonë një anar që ashtu me atë dashuri, me atë urtësinë dhe me diplomacinë e tij, duhet të ecim dhe neve. Përkujtimi i figurës së Ismail Qemalit është jo vetëm një detyrë, por është edhe një përgjegjësi për sa i përket përkujtimit edhe të veprës, të familjes gjithashtu. Edhe përfaqësues të Partisë Demokratike zhvilluan homazhe, por në një orar tjetër nga i përfaqësuesve të shumicës. Ismail Qemal Vlora ka qenë, është dhe do të mbetet personaliteti i pa diskutueshëm i rilindjes kombëtare shqiptare, personaliteti më i lartë politik i kësaj rilindje, personalitet politik, shtetar i lartë që finalizoi të gjitha luftrat dhe përpjekjet e shqiptarëve për pavarësi. Më 24 janar 1919, Ismail Qemali ndërroi jetë. Eshtrat e tij prehen në sheshin e Flamurit. Të nderuar shikues, gjithçka e përgatitur edhe për këtë edicion informativ. Bashkë ndajemi këtu, natën e mirë.